Një ndër gjërat kryesore që do të bëjmë, qysh në fillim, është 1 miliard euro garanci kreditore për kredi investive të atyre që investojnë prodhimtari. Kushdo që investon prodhimtari nuk do të ketë më nevojë që kur të merr kredi me lënë hipotek, veturën, automjetin, shtëpinë apo tokën e babës atë babgjyshit, sepse shtetin ton do ta ketë garanci për kredin që merr, vetëm është interesuar të investojë të punoj, sepse ne do të qëndrojmë prapa në mënyrë që ta mbështesim si përmarrësin ton. 1 miliard euro, 4 vjet të ardhshme, garanci kreditore për prodhimtarin. Mbështetja për Unikun nga qeveria kalon dikun 10 milion euro. Dhe ne jemi interesuar me shku veç për para tash në mandatin e ardhshëm. Tek ne e keni edhe zotimin edhe garancin që do të ndërtojmë e zhvillojmë një shtet për krejt, andaj le të bëhemi bashk krejt për shtetin. Dhe me zëkraki. Nuk e di e ka tregu në herë një ziri që shemi taku bashk. Është bukur botin Pares, kemi qenë në metro, ata trenat në toksor, edhe ishim në vagon. Unë isha në kom, edhe ky ishë në kom atje. Nuk e di jam ka njoft bashk, edhe unë nuk e kum njoft, po si jemi këshyr. Si e kena këshyr njëni tjetrin, antropologjikisht e pomë që bëhet fjallë për shqiptarë. Ai vagoni ishtë shumë i dendur, nuk kish vend mu ullë, edhe ky në kom, edhe unë kom. Edhe u pom largë, nështë 5-6 metra në vagon, me nëzirin, edhe si jena këshyr, jena njoft me njëherë, edhe ja fillum bisedës, e cilë natyrisht ishte bised shumë e këndshme, po me një pasojt pa evitushme e hupa stacionin. Kështu që masne mudesh me morë trenin tjetër për mu këthy, e në zili thajtë se këthejmë bashkë prapë. Faleminderit shumë. Mbështetja për Unikun nga qeveria kalon dikun 10 milion euro. Dhe ne jemi interesuar me shku veç për para tash në mandatin e ardhshëm. Tash prioritetet tjera që mund t'i përmendim janë edhe rishikimi i ligjit për parkun kombëtar, që ka iniciuar Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, që do të trajtohen edhe problematikat e Unikut në mënyrë që në kornizën ligjore dhe investimin bjesh që e transformojnë zhvillimin e turizmit. Tash ne po të më thënë që do të përkujdesemi për elektrifikimin e Bjeshkës dhe ndërtimin e një qendre turistike atje, për të cilën gjithashtu zotohemi para. Faleminderit për ato që i ke realizuar për Unikun, faleminderit për ato që do realizohen. Në Bjeshkën e kemi edhe emocion edhe stan, dhe veç Uniku për Deçani deri te Istruga atje. Kështu që faleminderit që edhe ligje që do rishikohet, do ushqen gjanat që krejt me mujt me jetu me tradit, me zakone, edhe me vlera që kemi pas historikisht. Faleminderit shumë, gjithë. Kryeministri Unik ka ardhur me datën 26 maj, po dje 25 maj ishte dita e fundit e punimeve të kuvendit të Unikut, që u mbajtën 114 vite më parë. Tashna sot e kena gjykatën kushtetuese, e cila është një trup kolegjali përbërë nga 9 veta, të cilët vendosin se ligjet janë në harmoni me kushtetutën. Po na para një 114 vjetë e kena pas një trup të pleqnarëve, ku nuk i kena pas në, po i kena pas 12. Për neve është një ndjesi e veçantë, jemi këtu sonte pasi me 28 dhjetor ishte hera parë që dolën parë në Unik.